Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, vëllezër të nderuar, motra të respektuara, vëllai i dashur Esmeral. Falënderojmë Allahun Azza wa Jall, i cili po na mundson me i trajtu në vazhdimsi këto rregulla të tajvidit. Jemi konkretisht tash te një rregull tjetër apo një kategori tjetër e zgjatimit që quhet el-med el-lazim, medi i patjetërsueshëm apo i domosdoshëm apo i detyrueshëm. Në këtë zgjatim duhet të keni parasysh nëse vjen një germ e medit apo e zgjatimit dhe pasaj vjen një germ me sukun, apo me sukun original. Që do të thonë kjo sukun original, që edhe nëse ndalësh, edhe nëse vazhdon, do të thonë ai mbet, ai sukun. Sepse ka raste ku sukuni kur ndalësh është prezent. Ai është një kategori që do ta trajtojmë, që është i përkohshëm. Do të thonë që shqiptohet një fjalë vetëm me sukun kur ndalemi, kur vazhdojmë, vazhdon me zanore. Ky është, do të thonë, sukuni i cili është original. Si për shembull, wala dallin. Këtu e kemi për shembull, po e shihni edhe në ekran, shikues të nderuar, e keni pas, do të thonë, das e kemi një elif, do të thonë është një germ e medit, e pas saj vjen një lam mushaddada. Një lam e shtrëngume. E çfarë do të thonë kjo lam e shtrëngume, që ai përmban dy lama, një e ka me zanore, të dytën ndërsa të parën e ka me sukun. Edhe kjo do të thonë kur bëhet bashk është do të thonë mushaddada apo është e shtrënguar. Prandaj do të thonë kjo e ka një sukun original në to. Për këtë arsye, kur vjen në një fjalë, atëherë çka duhet të bëhet? Duhet të zgjatet 6 herë, do të thonë zgjatimi i plot, el-ishba'. 6 lëvizje që është tek çdo lexues, do të thonë këtu ka ixhma tek lexuesit, tek ekspertët lexues. Secili qiraat e ka 6 lëvizje zgjatimin. Tek shembulli i njohur në surën Al-Fatiha që përmenda, wala dallin. Do të thonë duhet të zgjatet 6 lëvizje. A ke mundësi të përsëri këtë shembull? Wala dallin. Mirë. Kemi edhe shembuj tjerë që do t'i përmendim tash, do të thonë tek fjala, kur bëhet fjalë për këtë rregull në një fjalë, jo në një harf, sepse në një harf e kemi tash një kategorinë tjetër që do ta trajtojmë po ashtu. Po i përmendim edhe disa shembuj tjerë. Këtu për shembull e kemi at-tamma. At-tamma. Po, pasi që këtu mimin e kemi mushaddada, domethënë kemi të shtrënguar, kemi dy mima, domethënë një e parë është me sukun, i dytë është me lëvizje me zanore, ndërsa para mimit e kemi tajën, pas domethënë në fund e kemi një elif. Po. Elif që është germ e zgjatimit. Zgjatimit, po. Në pas germës së zgjatimit po vjen një sukun original. Prandaj duhet të zgjatet 6 herë. Apo për shembull këtu el-haqqa. Kjo është e konsiderohet në kategoria e rëndë ku duhet të shtrëngohet në këtë formë. A ke mundësi me përsërit shembullin? El-haqqa. Shembulli tjetër që konsiderohet në të njëjtën kategori, ama është prej llojit të lehtë, pasi që nuk ka në to të shtit el-ana. Kjo është el-ana, duhet të zgjatet 6 herë dhe është do të thonë e lehtë, pasi që nuk ka të shtit ndo. A ke mundësi me përsërit? El-ana. Po. Ky lloj i zgjatimit ka mundësi të vjen po ashtu në një germ, si për shembull yasin. Pse në yasin? Aty është një harf sin, ama ai kur e shqipton, do të thonë kur përmendet harfi, kur përshkruhet harfi është sin. Që është sin? Një se, një je, do të thonë një germ e medit, që është do të thonë je, dhe në fund e kemi një nun me sukun. Prandaj, do të thonë duhet të zgjatet 6 herë. Yasin, je është 2, normal, natural. Sin 6 herë. A ke mundësi me përsërit? Yasin. Po, në mënyrë që të jetë sa më e qartë, dietarët këto i kanë ndaj prandaj në dy kategori, njërin e kanë bërë me fjalë, domethënë që e përmendëm wala dallin apo at-tamma, domethënë kur vjen ky rregull në këtë në fjalë apo në harf e kanë ndaj kategorinë tjetër, ama të dyjet janë një rregull.
Dhe këtë tek lazim kalimi, për shembull, kjo është që është në fjalë, rregulli i zgjatimit të detyrueshëm, që është në fjalë, e ka ndajt prapë në dy kategori, një në formë të letë që përmendëm më herët, sikur për shembull al-ana, apo të rond, edhe ju po shikues të nderuar po e shihni në ekran, apo të rond, sikur për shembull as-sakha. Ndërsa kategoria tjetër kanë thonë e kemi mendjen të detyrueshëm në harf apo në germ, siç e përmendëm më herët, aty e kemi ose ha mim, do të thonë në formë lehtë kjo kur nuk ka shtrëngim të, apo ja sin, apo kur vjen, do të thonë kur duhet të implementohet një shtrëngim, ku për shembull ta sin mim, edhe këtu po shtrëngohet, do të ndodhë një shtrëngim. Do të ndodh një idgham shefawi. Prandaj domethënë këtu duhet të zgjatet 6 herë, edhe në të dyja 6 herë dhe është më rëndësi që të bëhet shtrëngimi në formë të qartë dhe të bëhen 6 lëvizje. Ta si mim. A ke mundësi me përsërit? Ta si. Ta është do të natyrore, 2, po ta pastaj sin mim, ta si mim. Mirë, është ngove mirë. Këto germa në këtë formë, do të thonë që kanë në Kur'an Yasin, apo ha mim, apo elif lam mim, e kështu me radhë, apo taha, apo nun, këto janë el-huruf el-muqatta'a, quhen kështu, do të thonë janë quajt. Këto me lejnë Allah të zëgjel, do t'i trajtojmë pak, do t'i mësojmë disa gjëra rreth këtyre germave që janë të veçanta në Kur'an, herën e ardhshme. Deri atëherë ju lënëm për kujdesin e Allahut të zëgjel. Assalamu alaikum wa rahmatullah.